për trajtuar teme cila her pas here po e nxjerr kokën, edhe pse është e pranishme vazhdimisht. Por në raste të ndryshme, në ndodhi të ndryshme, ajo shfaqet si simptom pak më i dukshëm. Dhe ajo është islamofobia. Friga prej fesë, friga prej islamit, friga prej fesë të cilën e përfaqësojnë dhe identifikohen me ta numri më i madh i popullit tonë. Dhe kjo është shumë e çuditshme, që njeriu me pas frikë prej shumicës, që njeriu me pas frikë prej atyre të cilët numër janë më shumë, duke e ditë se ti qetësinë dhe rahatien dhe sigurinë e gjen brenda tyre. Jeton rahat në shumicën e tyre, jeton i qetë mesin e tyre dhe vazhdimisht përhap frikë prej tyre. Dhe kjo është prej çuditërave. Andaj Zoti i Madh Xhelel Xhelalu na ka treguar në Kur'an se frika prej islamit dhe urrejtja që shfaqet ndaj islamit dhe muslimanëve është e vjetër. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana al-ayati liqaumin ya'qilun. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Allahu xhelel xhelalu: O ju besimtar, mos i merrni miq të afërt ata të cilët nuk janë prej juve, ata të cilët nuk ju dojnë juve, ata që ju urrejnë juve. Thot Allahu xhelel xhelaluhu, sepse ata nuk do të lajnë asnjë përpjekje, asnjë mund, asnjë sakrificë, vetëm se do ta bëjnë për t'ju munduar juve, për t'ju shkel juve dhe për t'ju rënuar juve. Waddu ma anittum, ata dëshirojnë shumë me pasion dhe zjarr atë çka ju mundon juve. Thot Allahu xhelel xhelalu: ja, ata e shprehin prej gjuhës së tyre urrejtjen. Të nderuar xhamata, nuk i lexoni komentet, a nuk i dëgjoni fyrjet, a nuk i shihni sa i urrejnë muslimanët në një rast X edhe Y, sa të shfaqet në ekran imami, mi njëherë vërshojnë urrejtjet, sa të shfaqet islami, mi njëherë shfaqet urrejtja. Qa është kjo? Qëfar është kjo? Kjo shregullim psikik, kjo urrejtje pa me ndaj muslimanëve, duke mos ju bë musliman kur gjo hiç, duke qenë musliman vendin e vet, duke e shiku musliman punën e vet. Kjo qad badat. Allah thot: ja, a nuk i shikoni? O shfaq në gjuhët e tyre, ama tukhfi suduruhum akbar. E ajo çka është në zemrat e tyre është edhe më e madhe. Urrejtjen çka e kanë disa njerëz është edhe më e madhe. Apo ta thot një llaf, 100 tjera i kam shenë shpirtin e vet, ta ka bën një sharr, 200 tjera i ka menua dhe i menon ala për manatana. Qad badat, diçka ka shfaq, shumë kam sheh. Thot Allahu xhelel xhelalu: na jona të kallzu çart juve, shumë çartin aty u kallzue, veç a keni mend me e pa. Andaj të ndërrojmë kjo islamofobi është shumë e çuditshme. Si ta luftojmë? I përmendëm disa prej këshillave, di përmendëm disa prej tyre. E para të ndërrojmë xhamat, prej këshillave që duhet ta luftojmë islamofobin, apo vazhdimi i asaj që e përmendëm në kursi, cila është, ose na islamin e kemi pranuar me vetdije, jo me emocion. Ne jemi të vetdijshëm, kemi dije për veten tonë, çka pse jemi musliman. Na e dim pse jemi musliman. E kjo duhet të jetë këshill edhe më tepër. Edhe më tepër mësoje islamin. Edhe më tepër mësoje islamin. Mëso për fe, mëso për pejgamberin alayhis salatu wassalam, që ta forcosh atë çka e ke pranuar si fe dhe jeni atë fe, se ja vlen me konta. Ja vlen me konta. Shumë prej atyre të zot e kanë shoh fen janë bë musliman në fund, sepse ka shoh çka se ka ditë. Ka shoh çka se ka ditë. Andaj ta luftojmë islamofobin duke e shtu dijen tonë për islamin. Ta mësojmë edhe më tepër cilat janë rregullat e islamit, cila është halali i islamit, cilat janë haramat në islam, cilat janë të drejtat e Zotit, cilat janë të drejtat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, cilat janë çka thot Islami për prindin, çka thot Islami për nanën, çka thot Islami për fëmijën. A e din ata të cilët e luftojnë islamin se rregullat më të mira në dunja janë islam? Bota ka nevojë për islamin, bota po shkatërrohet të ndërum xhamat. Njerëzimi ka humb fillën. Njerëzimi nuk e do njëri tjetrin. Njerëzit nuk e do njëri tjetrin. Dy veta bashk folin për tretin. Vjen i treti folin për këtë çka është quë. Njerëzit nuk e dojnë kërkan, nuk kanë të dash kërkan, veç individi, veç vetën e vet. Ka fillu kërkan mos është familjen e vet. Bezdisët gjysore me ne familjet vet. Kjo problem është bë. Këtë kjo është mungesa e islamit.
E ka ik Islami, s'ka më çka e lidh. Njerin ku ta kputesh pi Zotin, çka e ban më njeri? Njerin ku t'ja hekësh Zotin xhel xhelalu, ku t'ja hekësh fejr, çka jet më? Kafshërohet, bëhet staz. A nuk e shihni njerëz janë të urrejt? Nuk ka 5 vite shkojnë vetëm se coptohet. Çdo tërsi që ka është vetëm se coptohet. Për këtë arsye, ta mësojmë Islamin, sepse me mësimin e Islamit dhe me vetdijen që e kemi për Islamin, ne e bëjmë edhe më të fortë identitetin tonë si musliman dhe zbehet islamofobia. Tjetra të ndërum xhamat. Çfarë duhet na bën neve? Si ta luftojmë këtë dukuri? Mos e nënçmoni propagandën e pakicave. Ato s'janë shumë, po propagandën e bajnë të madhe. Që i bie çfarë? Se me punë dhe angazhim, bët edhe për pakicës ajo shka se ne ban shumica. Ne shumica flen, rahat. Po, ja kena lanë, kjo feja Allahit, a e run? A e run, po ti dush me ndihmue. In të nësurullah e nësurkum. Nëse një moni fejen, Allah jo një mon. Që një moni Allah dhe Allah jo një mon. Shiko, nuk janë shumë, janë pak, po zhurmën e bojnë të madhe. E provokon një pakicë të shumicë, zhurmën e bojnë të madhe. E kjo duhet neve me na vedisu cila është ajo të ndërum xhamat. Mos flena, mos flena, mos flen. Por çfarë duhet? Duhet që ne ta zgjojmë pak vetën. Shikoni pakicë e vogël që dha xhurmë ban. Një njeri me 20 konta, me 30 konta i bën gjithë ato të shame. E na si musliman, çka kontribojmë për fenë tonë? Sa kemi dhënë për fenë tonë? Dhe tjetra, si luftohet islamofobia të ndërum xhamat, e këta do të vazhdojna si mësim në vetveti me izin Allahu subhanahu wa taala, po tani po e bëjmë shkurt. Për mënyrës më të mirë për të luftimin e islamofobisë cila është? Lufta ndaj islamofobisë bëhet të mos luftu në mes veti. Nuk ka mundësi na me mujt islamofobien kur ende kemi hesape pa qerru mes muslimanëve. Ja. Derisa ne qerrojmë hesape në mes veti, islamofobia ka më prapë edhe më tepër. Sepse ata e shfrytëzojnë grindjen në mesin e muslimanëve për ta përhap islamofobin, me thonë, që kjo fe që i ka bërë këtë copa, po jo se duhet ala më tepër. Andaj luftohet islamofobia të erujt bashkësinë e muslimanëve, të erujt tërsinë e muslimanëve. Kur ti me vllahun tanë musliman nuk grindësh, kur ti nuk thu valla une nuk menoj si ki, e qa që s'menon Allah si ki, a do mi po kitë një ftyrë, po ndroj aftirën, bane si tanë, bane kitë bineq, bane kitë poplin bina, po s'bëhet Allah. Allahu gjithaj ka kriju njerëzit me ftyra të ndryshme. Musliman du t'i pranojmë që ashtu që janë. Po duhet maksimumin të japim, të përmirësohemi, të rregullohemi, të ndreqemi, të këshillohemi. Por jo ne t'i bojmë këtë nja, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndru jetë, i përsosuri ka ndru jetë, ma i miri ka ndru jetë, kanë mbet gabimtarët, kanë mbet ata që ka bojnë. Apo, andaj, nëse ne e zbrazim luftën mbrenda neve, islamofobia shtohet dhe jo rasisht të shtuhet. Sepse ka gjetë vend. Andaj njëra prej mënyrave më të mira për ta luftuar islamofobinë cila është? Ajo që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. O ju musliman, kapnu komplet për litarin e Allahut dhe mos u përçani, se atë moment që ka përçani kam ju shku kuveti, kam u shku fuqia. Për këtë arsye të ndërum xhamat, dhe se dojna me luftu islamofobin, frikën për islamit, t'ju kallzojna se në islam s'ka mas mirti. S'ka mas mirti. Si cili respekton familjen e vet, prindin e vet, nanën e vet, fëqinjin e vet, familjarët e vet, fisin e vet, kolegën e vet, e respekton gjithë shka që du të mu respektu. Ja jep hakin punëtorit vet, punëtori respekton shefin e vet. Apo, aj nuk ja han hakin e punës, as ki nuk ja han hakin e pagës. Kur kitë këto të shohin islam, cila islamofobi për hapët? Andaj, nëse ne e ulim, se s'mund të ashdukim, po ta ulim grindjem brenda neve, e ulim edhe islamofobin. Dhe nisa ne kemi hesabet pa qërume, musliman në grindën e mezveti, apo, atër islamofobia ka mushtue, dhe ka mushtue dhe ma tepër, dhe ka mushtue dhe keqa dhe ma tepër, sepse atët që ka erun uniteti, s'ka mundësi me rujt individi. Këtu edhe shumë të tjera prej këshillave, dhe sa ti ka përmend dietarët se si duhet të luftohet friga për islamit që e kanë njerëz.